Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski njoftoi se prokurori publik kompetent ka marrë vendim për hapjen e procedurës hetimore ndaj 7 zyrtarëve policor, të cilët e dyshohen për veprën penale vepra të rënda ndaj sigurisë së përgjithshme, të punësuar si në SPB Shtyp dhe Koçan. Toshkovski thotë se me nënshkrimin e dokumenteve për dhënien e pëlqimit pozitiv, ata kanë mundësuar që kabareja të marrë leje për të vepruar edhe pse nuk i plotësonte kushtet. Të dyshuarit kanë shkaktuar rrezik të konsiderueshëm për punimet dhe njerëzit duke lejuar që kabareja të funksionojë në kushtet nën standarde. Ata konstatuan se kabareja plotëson kërkesat për mbrojtjen e rendit dhe trafikut publik. Ata miratuan dhe nënshkruan një njoftim për Ministrinë e Ekonomisë, ku konstatonin se kabareja plotëson kushtet ligjore, pavarësisht se nuk kanë kryer kontroll. Ata kanë përgatitur një telegram në të cilin nuk kanë dhënë informata të sakta dhe të plota se ka pasur raportime për shqetësime në afërsi të kabares. Ndërka që nga Prokuroria Themelore Publike, sharojnë se 7 polici mundësuan marrjen e licencës diskotekës Puls në Koçan. Nga Prokuroria thonë se sipas veprimeve të përshkruara në urdhër, ekziston dyshim i arsyeshëm se të dyshuarit kanë kryer vepra penale të rënd kundër sigurisë publike. Si zyrtar të punësuar në sektorin e punëve të brendshme të Shtypit dhe stacionit policor të Koçanit, si bashkëkryerës, të dyshuarit me përgatitjen, nënshkrimin dhe miratimin e pëlqimit pozitiv, i kanë mundësuar personit juridik marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarive hoteliere, kabare, edhe pse objekti nuk i plotësonte kushtet ligjore për funksionim. Për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, ku jetën kanë humbur 59 persona dhe 196 persona janë lënduar, deri më tani në hetim janë përfshirë 26 persona, por ky numër Ministri i Punëve të Brendshme tha se nuk do të jetë përfundimtar.